Horoskopi ditor e premte 17 korrik 2026. Dashi, një ndjenje e pasigurisë mund të mbizotrojë në mendjen tuaj. Mos u përpiqni të zbuloni informacione të tjerëve që janë personale dhe konfidenciale. Mund të përjetoni një romancë të papritur që mund të dominojë mendimet tuaja drejt mbrëmjes. Demi, mund të shihni ëndrat tuaja duke u realizuar. Sot mund të jeni në humor të keq dhe mund të mërziteni me partnerin për një çështje të parëndësishme. Përpara se të propozoni ndonjë gjë të re, përpiquni të parashikoni rezultatet e mundshme dhe se si kjo mund të ndikojë tek ju. Binjakët, edhe pse situata juaj aktuale financiare mbetet e fortë, duhet të kontrolloni shpenzimet e panevojshme për momentin. Fëmijët do t'ju bëjnë të ndiheni krenar për arritjet e tyre. Historia juaj e dashurisë mund të marrë një kthes të re sot, në të cilën partneri mund të diskutojë me ju perspektivën e martesës. Gaforia, mos lejoni që gjërat e vogla t'ju shqetësojnë. Fitimet në biznes mund të sjellin gëzim në fytyrat tuaja dhe të disa tregtarëve dhe biznesmenëve sot. Ka gjasa që sot të takoni një person mjaft interesant. Luani, ka gjasa të impresiononi njerëzit përreth jush me këndvështrimin tuaj pozitiv dhe besimin. Shëndeti i bashkëshortit apo i bashkëshortes mund të shkaktojë shqetësime, pavarësisht shumë konflikteve. Jeta juaj e dashurisë do të jetë e mirë dhe do ta bëni të lumtur partnerin apo partneren tuaj. Virgjëresha, gërmoni thellë nën sipërfaqe për të mësuar më shumë rreth skemës së investimit që duket se po ju tërheq. Konsultohuni me një ekspert përpara se të bëni ndonjë angazhim. Mund t'ju lindin probleme në shtëpi, por mos kritikoni partnerin për çështje të vogla. Mos e bëni. Peshorja, partneri do të jetë ëngjëlli juaj mbrojtës sot. Shijoni vëmendjen, mund të keni mosmarrveshje në aspektin profesional, përpiquni të diskutoni gjithçka për të shmangur përkeqësimin e situatës që duket se nuk po ecën fare. Akrepi, një mik i vjetër mund t'ju kërkojë ndihmë financiare sot. Kohët e fundit jeta juaj personale ka qenë në qendër të vëmendjes suaj. Sot do ta keni të vështirë të përpiqeni ta bëni partnerin të shohë këndvështrimin tuaj. Mungesa e ndihmës në shtëpi mund të çojë në mosmarrveshje mes jush apo bashkëshortes tuaj. Shigjetari, do të kaloni kohë duke kujtuar kujtimet e fëmijërisë. Megjithatë, kjo mund të sjellë edhe disa kujtime jo shumë të këndshme për ju. Dyshimet e panevojshme mund të prishin një marrëdhënie në jetën tuaj personale. Mendoni të shkoni me pushime. Kjo është zgjidhja ideale për këtë kohë për ju. Bricjapi, mund të keni nevojë të diskutoni rreth investimeve financiare dhe kursimeve me anëtar të tjerë të familjes sot. Këshillat e tyre do të jenë të dobishme për të përmirësuar situatën tuaj financiare. Jeni të kujdesshëm pasi dikush mund të përpiqet të dëmtojë imazhin tuaj. Mbajini syt hapur. Ujori, hidhni poshtë çdo ndjenjë urrejtje në favor të një natyre më bujare dhe të dashur. Udhëzimet e dikujt do të përmirësojnë një marrëdhënie në jetën tuaj. Bashkëshorti apo bashkëshortja juaj do të jenë plot energji dhe dashuri për sot për ju. Do t'ju falin çaste emocionuese. Peshqit, përfshirja në një grup më të madh do të jetë shumë argëtues, por do të çojë në një rritje të shpenzimeve tuaja. Mund të prisni probleme në shtëpi nëse nuk kaloni kohë me familjarët tuaj. Sa i përket aspektit profesional, do të jetë një ditë e mbar.